Gjatë një interviste, politikani Nard Ndoka rrëfeu marrëdhënien e tij me bashkëshorten dhe gjithashtu u ndal edhe te memet e famshme me të. Pjesë nga intervista. Politikani i preferuar i bashkëshortes tënde jeni ju? Ndoka: se di, duhet ta pyesësh, vetëm më kritikon, kështu që s'besoj, nuk e di. Cili është qelësi i dashurisë tuaj? Ndoka: s'ka qelës fare, ma ka hedhur në det me kohë. Ke shprehur se ke dëshirë të kesh 6 fëmijë. A ke akoma këtë dëshirë? Ndoka: gjithmonë kam pasur dëshirë të kem një ekip volejbolli. Cila është gjëja që të bezdis më shumë ty? Ndoka: nuk më mërzit asgjë, edhe kur më bëjnë sarkazëm ose batuta, nuk merrem fare me to. A qesh me memet për ty? Ndoka: jo vetëm që qesh, por më pëlqejnë jashtëmase, janë krijime që të bëjnë për të qeshur, njerëz në rrugë më ngacmojnë me ato meme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.